Era e ftohtë e dhjetorit e godiste fytyrën e Arditit si me thika. Ecte shpejt nëpër rrugët e lagura të Prishtinës me duart e futura thellë në xhepat e xhaketës së hollë. Ishte mbrëmje e vonë dhe qyteti kishte filluar të zbrazej. Drita e rrugës dridhej mbi kaldrëmin e lagur, duke krijuar hije të çuditshme që luhateshin me erën. Arditi ishte një djalë 28 vjeç, i thjesht, me sy të mëdhenj kafe që rrëfejnin një histori vuajtjeje. Rrobat e tij ishin të vjetra por të pastra, këpucët e konsumuara nga shumë kilometra në këmbë. Punonte si punëtor ndërtimi, duke fituar aq sa të mbante veten dhe të dërgonte pak para në fshat për nënën e tij të sëmurë. Atë mbrëmje, Arditi po kthehej nga puna. Kishte qenë një ditë e gjatë, 12 orë duke ngritur tulla dhe duke përzier beton në një kantier të ftohtë. Duart i dhemnin, shpina i gënte keq dhe vetja e vetme gjë që donte ishte të shtrihej në krevatin e vogël në dhomën e tij të qiras dhe të harronte botën për disa orë. Por kur kaloi pranë një udhkryqi, diçka e bëri të ndalonte. Atje, ulur pranë një muri të vjetër të shembur, ishte një burr i moshuar. Ishte mbuluar me një pallto të grisur dhe trupi i tij dobët dridhej nga të ftohtit. Koka e tij e bardhë ishte ulur dhe duart e tij të rrudhura mbërrinin xhaketën e hollë, sikur po përpiqej ta ngrohte veten me gjeste të kota. Shumica e njerëzve kalonin pranë tij pa e parë. Disa e shikonin për një çast dhe pastaj ktheheshin te telefonat e tyre. Ishte një pamje që shumë kush e kishte parë më parë, një plak i varfër në rrugë. Në një qytet ku secili luftonte për mbijetesë, askush nuk ishte kohë për halet e të tjerëve. Por Arditi nuk mund të vazhdonte. Diçka në pamjen e atij njeriu të moshuar e preku thellë. Ndoshta ishte mënyra se si dridhej, ose shprehja e dorëzimit në fytyrën e tij të rrudhur. Ndoshta ishte fakti që Arditi e kishte përjetuar vetë varfërinë dhe e dinte se çfarë do të thotë të jesh i papranuar dhe i harruar. U afrua ngadalë. "Mirëmbrëma", tha ai me zë të butë. Plaku e çoi kokën ngadalë. Sytë e tij, të mjegulluar nga mosha dhe sëmundja, e shikuan Arditin me një shprehje të lodhur por të vëmendshme. "Mirëmbrëma bir", përshpëriti ai me një zë të thyer. "A jeni mirë?" pyeti Arditi, duke ulur në një gur pranë tij. "Është shumë ftohtë jashtë. A keni ku të shkoni?" Plaku tundi kokën ngadalë. "Jo, bir. S'kam ku të shkoj. Shtëpinë ma morën për borxhe. Fëmijët janë larguar, nuk di as ku janë. Jam vetëm." Zëri i tij ishte plot dhimbje, por pa vetë keqardim. Ishte zëri një njeriu që kishte pranuar fatin e tij, por që ende ndjente peshën e tij. Arditi ndjeu një ny në fyt. E dinte se çfarë do të thoshte të ishe i vetmuar. E dinte se çfarë do të thoshte të mos kishe asnjë në botë që të mbështeste. E kishte parë nënën e tij duke qarë natën, kur mendonte se ai flinte, duke u lutur Zotit për një jetë më të mirë për të birin. Pa menduar dy herë, Arditi zgjodhi çantën e tij të vogël. Brenda kishte një sandviç që e kishte sjell nga shtëpia, një shishe ujë dhe një mbulesë të vjetër që e kishte për vete në kantier kur bëhej shumë ftohtë. "Merrni", tha ai duke ia dhënë plakut ushqimin dhe ujin. "Dhe merrni këtë mbulesë, do t'ju ndihmoj të mbani ngrohtësinë." Plaku e shikoi me sy të hapur nga çudia. "Por ti vetë do të duhet", tha ai me zë të lëkundur. "Do t'i jem mirë", u përgjigj Arditi me një buzëqeshje të vogël. "Unë kam ku të shkoj, ju keni më shumë nevojë." Për një moment, plaku nuk tha asgjë. Vetëm e shikoi Arditin me sy plot lot. Pastaj me duar të dridhura e mori ushqimin dhe mbulesën. "Zoti të shpërbleft bir", tha ai me një zë që mezi dëgjohej. "Zoti të shpërbleft për këtë mirësi." Arditi qogroi me të për disa minuta të tjera duke folur me të, duke pyetur për jetën e tij. Plaku ju tregoi se quhet shpëtim, se kishte qenë një herë një njeri me familje dhe punë, por që jeta e kishte rrëzuar gradualisht. E kishte humbur gruan nga sëmundja, fëmijët ishin larguar jashtë vendit dhe kishin prishur kontaktet, dhe ai kishte mbetur i vetëm me borxhe që nuk mund t'i paguante. Por, edhe në këtë errësirë, tha shpëtimi me një zë të dobët, ende besoj se Zoti nuk më ka harruar. Ndonjëherë dërgon ëngjëj në formë njerëzish. Kur Arditi u largua ndije i rënduar, por edhe i lehtësuar. Kishte bërë atë që e dija se ishte e drejtë, por një pjesë e tij ndihej e shqetësuar. Çfarë do të ndodhte me shpëtimin natën? A do të mbijetonte? Por nuk kishte shumë që mund të bënte.
Vetë mezi arrinte të mbante veten, prandaj me një zemër të rënduar, vazhdoi rrugën drejt shtëpisë. Javët që pasuan ishin të vështira për Arditin. Dimri po bëhej gjithnjë e më jashpër dhe puna në kantier po ngadalsohej. Kishte ditë kur nuk kishte punë fare, dhe Arditi kalonte orë të tëra duke kërkuar punë të përkohshme, duke ndihmuar në tregun e perimeve, duke mbajtur çanta për të moshuarit jashtë supermarketit, çdo gjë që mund të bënte për të fituar disa para. Dhoma e tij e vogël me qira ishte e ftohtë. Groftësi nuk kishte dhe natën mbulohej me çdo copë rrobe që kishte për të mbajtur të ngrohtë. Shpesh harronte të hante darka që të kursente para për qiran dhe të dërgonte diçka te nëna e tij. Por çdo herë që kalonte pranë atij udhkryqi që i kishte takuar shpëtimin, ndalonte dhe shikonte. Shpëtimi nuk kishte më atje. Arditi shpresonte se kishte gjetur ndonjë streh, se ndikush tjetër e kishte ndihmuar ose se kishte shkuar në ndonjë qendër për të pastrehët. Një mbrëmje, ndërsa ecte nëpër rrugë duke kërkuar punë, e pa sërish. Shpëtimi ishte ulur në të njëjtin vend, por këtë herë dukej edhe më keq. Fytyra e tij ishte e zbehtë, sytë e tij të mbryllur nga lodhja. Mbulesë që Arditi ja kishte dhënë ishte ende rreth trupit të tij, por tani ishte e lagur nga shiu dhe bora e lehtë që kishte filluar të binte. "Shpëtim", thirrri Arditi, duke vrapuar drejt tij. Plaku e çoi kokën ngadalë. Kur e pa Arditin, një buzëqeshje e lehtë ju shfaq në buzë. "Bir, ti sërish? Çfarë bëni këtu? Pse nuk keni shkuar në ndonjë vend më të ngrohtë?" Shpëtimi tundi kokën. "Qendrat janë plot, Bir. S'më pranuan. Thonë se duhet kem dokumente, regjistrime, gjëra që unë nuk i kam më. Jam shumë i lodhur për të luftuar." Zemra e Arditit u shtrëngua. E dinte se çfarë do të thoshte sistemi birokratik që nuk dëgjonte për vuajtjet e njerëzve të thjeshtë. E dinte se çfarë do të thoshte të ishe i harruar nga shoqëria. Pa menduar, Arditi e mori një vendim. "Ejani me mua", tha ai. "Do të flini në dhomën time sonte. Nuk është shumë, por është e ngrohtë." Shpëtimi e shikoi me sy plot çudi. "Por pi vet me zimban veten nuk mund të... Nuk ka diskutim", tha Arditi me vendosmëri. "Ejani." Me ndihmën e Arditit, Shpëtimi u ngrit në këmbë, ecte me vështirësi duke u mbështetur te Arditi. Rrugës, njerëzit e shikonin me kureshtje, disa me përçmim, por Arditi nuk u kujdes. E dinte se po bënte atë që ishte e drejtë. Kur arritëm në dhomën e vogël të Arditit, Shpëtimi nuk mund të besonte. Ishte një dhomë e vogël, me një krevat të vetëm, një sopë të vogël elektrike që mezi ngrohte hapësirën dhe pak mobilje të vjetra. Por për Shpëtimin, ishte një pallat. "Zoti të bekoft, Bir", tha ai me lot në sy. "Zoti të bekoft për këtë zemër që ke." Arditi e bëri Shpëtimin të flinte në krevatin e tij, ndërsa vetë flinte në dysheme mbi një batanike të vjetër. Nuk ishte rehat, por ndihej qetë. Kishte bërë diçka të mirë, dhe kjo ishte më e rëndësishme se komoditeti. Ditët kaluan dhe Shpëtimi mbeti në dhomën e Arditit. Në fillim Arditi mendonte se do të ishte vetëm për disa ditë, derisa Shpëtimi të gjente një zgjidhje. Por javët kaluan dhe Shpëtimi nuk ishte asnjë vend tjetër ku të shkonte. Por Arditi nuk e përzuri. Edhe pse ishte e vështirë, edhe pse shpesh nuk ishte mjaftueshëm ushqim për të dy, ai vazhdoi ta mbante plakun me vete. Shpëtimi përpiqej të ndihmonte sa të mund i pastronte dhomën, gatuante kur Arditi sillte ushqim dhe fliste me të me orë të tëra për jetën, për të kaluarën, për të ardhmen. Me kalimin e kohës, një lidhje e veçantë u krijua mes tyre. Shpëtimi filloi të ishte si babai që Arditi nuk e kishte pasur kurrë. Babai i vërtet i Arditit kishte vdekur kur ai ishte ende fëmijë, dhe nëna e tij kishte punuar ditë e natë për të arritur atë. Tani, në Shpëtimin, Arditi gjeti një figurë baballake që i jepte këshilla, që i dëgjonte hallet dhe që e bënte të ndihej më pak i vetmuar në këtë botë të vështirë. Dhe Shpëtimi, nga ana e tij, gjeti në Ardit një bir që nuk e kishte më. Fëmijët e tij e kishin harruar, por ky djalë i ri, ky i huaj që nuk kishte asnjë arsye për ta ndihmuar, po e trajtonte me dashuri dhe respekt. Një mbrëmje,
Ndërsa ishin ulur pranë sobës së vogël, Shpëtimi filloi të fliste për të kaluarën e tij. "Bir", tha ai me një zë të qetë, "unë njëherë kam qenë njeri me pasuri. E di se është e vështirë të besohet, duke parë gjendjen time tani, por ishte e vërtet." Arditi e shikoi me kureshtje. "Çfarë ndodhi?" Shpëtimi mori një frym të thellë. "Kisha një biznes, një ndërmarrje ndërtimi. Kisha para, shtëpi, makina, por kur ekonomia ra, humbëm shumë. Pastaj gruaja ime u smur rënd. Shpenzuam gjithçka për trajtimin e saj, por nuk mjaftoi. Ajo vdiq dhe unë beta me borxhe të mëdha." Zëri i tij u thye. "Fëmijët, ata ishin të mërzitur me mua. Thonin se i kisha shpërdoruar parat, se nuk kisha qenë i mençur. Larguan jashtë vendit dhe nuk më folën më. Dhe unë humba gjithçka." Arditi ndjeu një dhimbje të thellë në zemër. "Më vjen keq", tha ai me zë të butë. "Nuk duhet keni kaluar nëpër ta." Shpëtimi buzëqeshi me trishtim. "Jeta është e tillë, Bir. Ndonjëherë na ngre, ndonjëherë na rrëzon. Por ajo që kam mësuar është se pasuria e vërtet nuk është në para. Është në zemrën e njeriut. Dhe ti, Ardit, ke një zemër ari." Arditi nuk dinte çfarë thoshte. Ndjente se nuk kishte bërë asgjë të jashtëzakonshme, kishte vetëm ndihmuar një njeri në nevojë, siç do të donte që dikush ta bënte për të ose për nënën e tij. "Ju do të kishit bërë të njëjtën gjë për mua", tha Arditi. "Po, por shumë nuk do ta bënin. Shumica kalojnë, shumica nuk shohin, por ti pe, dhe për këtë do të jem përgjithmonë mirënjohës." Dimri vazhdoi dhe Shpëtimi filloi të smurej. Kollitja e tij u bë më e rëndë dhe shpesh nuk mund të ngrihej nga shtrati. Arditi përpiqej të gjente barna, të sillte çaj të ngrohtë, të bënte gjithçka që mundte për ta ndihmuar. Por një natë gjendja e Shpëtimit u përkeqësua. Ai kishte ethe të lartë dhe mezi meshte frym. Arditi e dinte se duhej të vepronte shpejt. Me paratë e fundit që kishte, Arditi mori një taksi dhe e çoi Shpëtimin në spital. Natën e kaloi në korridor, duke pritur për lajme. Mjekët e pranuan Shpëtimin, por thanë se gjendja e tij ishte serioze. "Ka një infeksion të rëndë në mushkëri", tha mjeku. "Në moshën e tij kjo është e rrezikshme. Do të bëjmë çfarë mundemi, por duhet jeni të përgatitur." Arditi ndjeu sikur bota po i rrëzohej mbi kokë. "Por ai nuk ka sigurim shëndetësor, nuk kam para për ta paguar trajtimin." Mjeku e shikoi me një shprehje të butë. "Do të shohim çfarë mund të bëjmë, por do të kushtoj." Arditi dinte se nuk kishte mundësi të paguante, por nuk mund ta linte Shpëtimin të vdiste. Vendosi ta shiste gjithçka që kishte, telefonin e tij, veshjet pak të mira që kishte, çdo gjë që mund të shitej. Ditët kalonin dhe Arditi shkonte çdo ditë në spital për të parë Shpëtimin. Plaku ishte i dobët, por ishte ende i gjallë, dhe çdo herë që e shihte Arditin, buzëqeshte. Ti je një ëngjëll", i thoshte ai. "Zoti të dërgoi për mua." Arditi përpiqej të buzëqeshte, por brenda ndjehej i shkatëruar. Nuk dinte si do të paguante faturat e spitalit. Nuk dinte si do të vazhdonte të mbante veten, por nuk mund ta linte Shpëtimin. Një mbrëmje, kur Arditi shkoi të vizitonte Shpëtimin, e gjeti plakun të zgjuar dhe të qartë për herë të parë në ditë. "Ardit", tha ai me një zë të dobët, por të qëndrueshëm. "Dua të them diçka." "Çfarë është?" pyeti Arditi, duke ulur pranë shtratit të tij. "Unë nuk kam shumë kohë", tha Shpëtimi. "E ndjej, trupi im po dorëzohet, por para se të shkoj, dua të them diçka të rëndësishme." "Mos flisni kështu", tha Arditi me zë të lëkundur, "ju do të përmirësoheni." Shpëtimi tundi kokën ngadalë. "Jo, Bir, e di kur koha po vjen, por dëgjoj me kujdes. Kam diçka për ty." Nga xhepi i pizhames së spitalit, Shpëtimi nxori një copë letre të palosur dhe një çelës të vjetër. "Merri këto", tha ai duke ia dhënë ato Arditit. "Kjo letër ka një adresë dhe ky çelës hap një vend që ka mbajtur sekret për shumë vite." Arditi i mori sendet me duar të dridhura. "Çfarë janë këto?" "Kur kisha humbur gjithçka", shpjegoi Shpëtimi. "Kisha një vend të vogël, një shtëpi të vjetër që familja ime nuk e dinte. E kisha trashëguar nga babai im,
Dhe nuk e kisha përmendur kurrë për fëmijët e mi sepse doja ta mbaja si një vend ku mund të shkoja kur gjërat bëheshin të vështira. Por kurrë nuk shkova atje. Dhe tani dua që ti ta kesh. Arditi e shikoi me gojën hapur. Por, jo, nuk mund ta pranoj. Duhet u shkoj fëmijëve tuaj. Fëmijët e mi më kanë harruar, tha shpëtimi me trishtim. Ata nuk kanë ardhur as këtu, edhe pse i kam thirrur. Por ti, Ardit, më ke ndihmuar kur askush tjetër nuk e bëri. Më ke trajtuar me dashuri dhe respekt. Ti je biri im i vërtet, dhe dua që ti ta kesh këtë. Lotët filluan të rrjedhin nga sytë e Arditit. Ju nuk duhet... Është vendimi im, tha shpëtimi me forcë. Premtoj që do ta marrësh. Premtoj që do ta përdorësh për të ndërtuar një jetë më të mirë, sepse ti e meriton, Ardit. E meriton më shumë se kushdo tjetër. Arditi nuk mund të fliste, vetëm tundi kokën, duke mbajtur dorën në shpëtimit në duart e tij. Atë natë shpëtimi vdiq në gjumë, me një shprehje paqe në fytyrë. Ditët pas vdekjes së shpëtimit ishin të vështira për Arditin. Ndjehej sikur kishte humbur një antar të familjes. Organizoi një funeral të thjeshtë, duke shpenzuar paratë e fundit që kishte për ta varrosur shpëtimin me dinjitet. Askush tjetër nuk erdhi. Fëmijët e shpëtimit nuk u paraqitën, edhe pse Arditi u përpoq t'i gjente dhe t'i njoftonte. Ishte vetëm Arditi, duke qëndruar pranë varrit, duke u lutur për shpirtin e plakut që e kishte prekur thellë jetën e tij. Por pas ceremonisë, Arditi u kthye në dhomën e tij dhe solli letrën dhe çelsin që shpëtimi ja kishte lënë. Për disa ditë nuk ishte guxuar t'i hapte sepse ndjehej sikur do të ishte një tradhti ndaj kujtimit të shpëtimit. Por një mbrëmje, kur e ftohti dhe uria po e shtypnin, vendosi ta shihte se çfarë ishte adresa që shpëtimi ja kishte lënë. Adresa ishte në një fshat të vogël jashtë Prishtinës, rreth një orë me autobus. Arditi mori sendet e tij, vuri çelsin në xhep dhe u nis në udhtim. Udhtimi ishte i gjatë dhe i ftohtë. Autobusi ishte i vjetër dhe i mbushur me njerëz të lodhur që po ktheheshin në shtëpitë e tyre. Arditi shikonte nga dritarja duke menduar për shpëtimin, për fjalët e tij të fundit, për premtimin që kishte bërë. Kur arriti në fshat, pyeti banorët për adresën. Shumica e tyre i shikonin me dyshim, por një plak e mirë i tregoi rrugën. Ajo shtëpi ka qenë e mbyllur për vite. Askush nuk jeton atje. Por dikush e paguan mirëmbajtjen çdo vit. Nuk e di kush. Arditi ndjeu një rrëfim të çuditshëm ndërsa ecte drejt shtëpisë. Rruga ishte e ngushtë dhe e rrethuar nga pemë. Dhe kur përfundimisht e pa shtëpinë, mbeti pa frymë. Ishte një shtëpi dykaçe, e vjetër por e fortë, e ndërtuar me gur dhe trar druri. Kopshti ishte i rrethuar me një rrethoj të hekurt dhe edhe pse ishte i papunuar, mund të shihej se dikur kishte qenë një vend i bukur. Me duar të dridhura, Arditi e futi çelsin në brav. Ktheu dhe dera u hap me një zë kërcëllues. Brenda shtëpia ishte mbuluar me pluhur, por gjithçka ishte ende në vend. Kishte mobilje të vjetra por cilësore, tavolina dhe karrige, një oxhak të madh prej guri, dhe në mure fotografi të vjetra që tregonin një familje të lumtur nga e kaluara. Arditi ecte ngadalë në përdhoma, duke provuar të kuptonte se çfarë ishte gjithë kjo. Në katin e dytë, gjeti një dhomë ku dukej se shpëtimi kishte kaluar kohë në të kaluarën. Kishte një tavolinë pune me letra të vjetra, libra dhe një kuti të vogël druri. Me kujdes, Arditi e hapi kutinë. Brenda kishte dokumente, aktet e pronësisë së shtëpisë, dëshmi bankare dhe një letër të shkruar me dorën e shpëtimit. Me duar të dridhura, Arditi e hapi letrën dhe filloi ta lexonte. Ardit, nëse po lexon këtë, do të thotë se unë jam larguar nga kjo botë dhe ti ke ardhur këtu siç të kërkova. Dua të them diçka që nuk pata guximin ta them kur isha ende gjallë. Kjo shtëpi dhe gjithçka që është në të, është jotja tani. E kam transferuar pronësinë në emrin tënd para se të vdisja, me ndihmën e një avokati që e besoja.
Gjithçka është ligjore dhe e rregullt. Por kjo nuk është gjithçka. Në bankën që është përmendur në dokumentet që ke gjetur, ka një llogari që e ka mbajtur sekret për vite. Në të, ka kursime që i ka mbajtur për kohë të vështira, por që kur nuk pata nevojë t'i përdor. Tani, ato janë për ty. E di se do të pyesësh pse. Pse po të jap gjithë këtë ty? Të huaj që u kujdese për mua vetëm për disa javë. Përgjigja është e thjeshtë, Ardit, sepse ti më kujdese kur askush tjetër nuk e bëri. Sepse ti më trajtove me dashuri dhe respekt kur bota më kishte hedhur poshtë. Sepse ti, Ardit, në kohën më të errët të jetës sime, më dhe një arsye për të besuar se ende ka njerëz të mirë në këtë botë. Fëmijët e mi, unë i dua ende, por ata më kanë harruar dhe nuk u fajsoj. Jeta është e vështirë dhe njerëzit largohen, por ti, Ardit, erdhe afër kur të gjithë larguan, dhe për këtë do të jem përgjithmonë mirënjohës. Mos ndieu keq për të pranuar këtë. E ke merituar. Përdore për të ndërtuar një jetë të mirë. Kujdes për nënën tënde. Ndihmo të tjerët siç më ndihmove mua, dhe i njeri i mirë siç ke qenë gjithmonë. Zoti të bekoft birë, dhe faleminderit nga thellësia e zemrës sime për gjithçka që bëre për mua. Me dashuri dhe mirënjohje, Shpëtim. Kur Arditi mbaroi se lexuari letrën, lotët prirrjedhnin lirshëm nga faqet. Nuk mund të besonte, nuk mund të kuptonte. E gjithë kjo, shtëpia, parat, gjithçka, ishte për të? U ul në dyshame, duke mbajtur letrën në duar dhe qau. Qau për shpëtimin, për jetën e tij të vështirë, për dashurinë dhe mirënjohjen që i kishte treguar. Qau nga çudia, nga mirënjohja, nga dhimbja e humbjes. Por gjithashtu në ato lot kishte diçka tjetër. Kishte shpresë. Javët që pasuan ishin si një ëndër për Arditin. Shkoi në bank me dokumentet dhe zbuloi se llogaria që shpëtimi kishte lënë përmbante një shumë që ai nuk e kishte imagjinuar kurrë, mjaftueshëm për të paguar të gjitha borxhet e tij, për të dërguar paratë nëna e tij për trajtim mjekësor dhe për të filluar një jetë të re. Por më e rëndësishme ishte shtëpia. Ajo shtëpi e vjetër në fshat, u bë vendi ku Arditi gjeti paqe dhe qëllim. Vendosi të rinovonte. Me një pjesë të parave, bleu materiale ndërtimi dhe filloi të punonte me duart e tij. Çdo mur që riparonte, çdo dyer që lynte, çdo dritare që pastronte, ishte një homazh për shpëtimin, për njeriu që i kishte dhënë një shans në jetë. Por Arditi nuk e mbajti gjithë këtë vetëm për vete. Kujtonte fjalët e shpëtimit në letër. Ndihmo të tjerët siç më ndihmove mua. Vendosi ta kthente shtëpinë në një streh të përkohshme për njerëzit që kishin nevojë. Me katin e dytë, krijoi dhoma të vogla, të ngrohta, ku njerëzit që nuk kishin ku të shkonin mund të qëndronin për disa javë ose muaj, derisa të gjinin në këmbë. Lajmi u përhap shpejt në fshat dhe në qytet. Njerëzit filluan të vinin, plak të braktisur nga familjet, të rinj që kishin humbur punën dhe shtëpinë, gratë vetmuara me fëmijë që po kërkonin një fillim të ri. Arditi i priste të gjithë me zemër të hapur. Nuk kërkonte para, nuk bënte pyetje të tepërta, vetëm i ndihmonte ashtu siç e kishte ndihmuar shpëtimin. Por jo gjithçka ishte e lehtë. Një ditë, ndërsa Arditi po punonte në kopsht, një makinë u ndal përpara shtëpisë. Prej saj zbritën 2 burra dhe një grua, të veshur mirë, me shprehje të ashpër në fytyra. "Kush jeni ju?" pyeti njëri prej burrave me ton të prerë. "Dhe çfarë po bëni në shtëpinë e babait ton?" Zemra e Arditit u fiksua. Kuptoi menjëherë kush ishin, fëmijët e shpëtimit. "Jam Arditi," thaj me qetësi. "Babai juaj më la këtë shtëpi." "Çfarë?" thiri gruaja me zë të lartë. "Kjo është absurde. Ai nuk kishte të drejtë ta jepte shtëpinë tonë një të huaj." "Nuk ishte shtëpia juaj," tha Arditi, duke përpiqur të mbante qetësinë. "Ai nuk e kishte përmendur kurrë për ju dhe më la mua me vullnetin e tij të lirë." "Do të shohim për këtë," tha burri tjetër me kërcënim. "Do të marrim avokat. Nuk mund ta marrësh trashëgimin ton kështu." Arditi nxori dokumentet që i kishte dhënë shpëtimi dhe ja tregoi atyre. "Gjithçka është ligjore. Babai juaj e ka bërë këtë me pëlqimin e tij të plot dhe ka një arsye pse e bëri." "Çfarë arsyeje?" pyeti gruaja me mëri. "Sepse kur ai ishte duke vdekur i vetmuar dhe i braktisur, unë isha aty," tha Arditi, me një zë që tani kishte forcë. "Kur ai kishte nevojë për ndihmë, unë e ndihmova. Kur ai kishte nevojë për një streh, ja dhash domën time. Kur ai dëshironte dikë që ta donte, unë e desha." Fëmijët e shpëtimit heshtën. Në sytë e tyre mund të shihej faji, por edhe krenaria plagosur. "Ai ishte babai ynë,"
tha gruaja me zë më të butë, por ende të lënduar. Ai duhet i lidhej neve. Ai donte t'i lidhej. Ai u thirri nga spitali, por ju nuk erdhët. Ai vdiq duke pritur për ju. Heshtja që ra ishte e rëndë. Fëmijët e shpëtimit shikonin njëri tjetrin duke kërkuar fjalë që nuk mund t'i gjenin. Më në fund, burri par foli. Ne kishim arsyet tona. Jeta ishte komplikuar. Ai na zhgënjeu kur humbëm gjithçka. Ai nuk ju zhgënjeu. Ai bëri gjithçka që mundi për familjen e tij. Por kur ju e braktisët, ai mbeti vetmuar. Dhe kur unë e gjeta, ai ishte në rrugë duke u ngrirë nga ftohti. Gruaja lëshoi një pështërtim të vogël, duke mbuluar gojën me dorë. Sytë i mbushën me lot. Ne nuk dinëm. Nuk menduam se ishte aq keq. Tani e dini. Dhe tani duhet të jetoni me atë. Por shtëpia është imja. Dhe do ta përdor ashtu siç dëshironte babai juaj, për të ndihmuar njerëzit që kanë nevojë. Fëmijët e shpëtimit nuk kundërshtuan më. Pas një heshtje të gjatë, u larguan pa thënë asgjë tjetër. Dhe Arditi kur nuk i pa mua. Me kalimin e muajve, Arditi vazhdoi punën e tij. Shtëpia u bë një vend refugji për shumë njerëz. Disa qëndronin për disa ditë, të tjerë për javë. Secili prej tyre kishte një histori, një vuajtje, një shpresë. Dhe Arditi i dëgjonte të gjitha, i ndihmonte të gjithë. Dhe në këtë proces gjeti një qëllim që nuk e kishte kurrë më parë. Por gjëja më e rëndësishme që bëri ishte të sillte nënën e tij nga fshati. Nëna e Arditit, Fatime, ishte një grua e moshuar që kishte punuar gjithë jetën për të rritur të birin. Kishte qenë pastruese, rrobaqepse, punëtore në fusha, çdo punë që mund të gjente për të siguruar bukë për Arditin. Por tani ishte e lodhur dhe e smur, dhe jetonte e vetmuar në një shtëpi të vogël të rënuar në fshat. Kur Arditi shkoi ta merrte, ajo nuk e besoi se çfarë po shihte. "Bir", tha ajo me lot në sy, "çfarë është kjo? Si e gjete këtë vend?" Arditi ja tregoi të gjithë historinë, për shpëtimin, për mirësinë që i kishte bërë, për trashëgiminë që kishte marrë, dhe Fatime e dëgjoi me gojën hapur, duke qeshur dhe qarë në të njëjtën kohë. "Zoti t'ka bekuar, Bir", tha ajo duke e përqafuar fort. "Zoti i sheh zemrat e mira dhe zemra jote është më e mira që njoh." Fatime u bë pjesë e shtëpisë. Ajo gatuante për mysafirët, pastronte, tregonte histori dhe u bëi si nën për të gjithë ata që vinin. Dhe Arditi, duke parë lumturinë e sytë e nënës së tij, ndjeu se i gjithë vuajtja kishte vlerëtur. Me kalimin e kohës, lajmi për shtëpinë e Arditit u përhap gjithnjë e më shumë. Gazeta lokale shkruaj një artikull për të. Televizionet erdhën për të bërë reportazhe. Njerëzit filluan të dhuronin ushqim, veshje, mjete për shtëpinë. Por Arditi nuk e bëri këtë për lavdi. Ai vazhdoi të jetonte thjesht, të punonte fort dhe të ndihmonte këtë mund. Një ditë, një grua e re me një fëmijë në krah erdhi në derë. Ishte e lodhur, me rroba të grisura dhe me sy plot frikë. "Ju lutem", tha me zë të thyer. "Më thanë se këtu mund të gjej ndihmë. Bashkëshorti im më la, s'kam ku të shkoj. Dhe fëmia ime, ajo është e smur." Arditi e priti brenda pa hezitim. E vendosi në një dhomë të ngrohtë, i dha ushqim dhe thiri një mjek për ta parë fëmijën. Gruaja qau nga mirënjohja. "Si mund t'ju falenderoj?" pyeti ajo. "Nuk ka nevojë", tha Arditi. "Vetëm kujdesuni për vajzën tuaj, dhe kur t'jeni më mirë, ndihmoni dikët tjetër që ka nevojë." Kjo u bë filozofia e shtëpisë së Arditit. Çdo njeri që kaloni nëpër atë vend mësonte një mësim të thjeshtë por të fuqishëm. Mirësia kalon përpara. Kur dikush të ndihmoj, ti ndihmo dikë tjetër, dhe kështu bota bëhet një vend më i mirë, një vepër e mirë në një kohë. Një vit pasi shpëtimi kishte vdekur, Arditi organizoi një përkujtim të vogël në varrin e tij. Mori lule dhe shkoi vetëm, duke dashur të kalonte pak kohë në heshtje me kujtimin e plakut që i kishte ndryshuar jetën. Por kur arriti në Varrez, pa një burr tjetër të moshuar që qëndronte pranë varrit të shpëtimit. Ishte një njeri i veshur mirë, me kostum elegant dhe me një bastun në dorë. "Mirdita", tha Arditi me kujdes. Burri u kthye. Kishte sy të zgjuar dhe një shprehje të ngrohtë. "Mirdita", tha ai. "A e njihni këtë njeri?" "Po",
tha Arditi. A ishte si babari im. Burri buzëqeshi me trishtim. Po, për mua ishte një mik i vjetër, e kam njohur për shumë vite. Ishte një njeri i mirë, me një zemër të madhe. Bisedonin për një kohë dhe Arditi zbuloi se ky burr ishte avokati që kishte ndihmuar shpëtimin të transferonte pronësinë e shtëpisë. Ai më foli për ju, tha avokati. Ai tha se ju ishit njeriu më i mirë që kishte takuar, dhe tha se dëshironte që ju të merrnit atë që ai nuk kishte mundur t'ju jepte fëmijëve të tij, dashuri dhe mirënjohje. Arditi ndjeu përsëri lotët duke u mbledhur. Ai më dha shumë më tepër se sa meritoja. Jo, tha avokati. Ai ju dha atë që keni merituar, sepse ju e ndihmuat kur askush tjetër nuk e bëri, dhe kjo është gjëja më e vlefshme në botë. Avokati i dha Arditit një zarf. Kjo është gjëja e fundit që shpëtimi më la për ju. Donte që t'u jepej një vit pas vdekjes së tij. Arditi e hapi zarfin me duar të dridhura. Brenda ishte një letër tjetër e shkruar me dorën e shpëtimit. Ardit, nëse po lexon këtë, do të thotë se ka kaluar një vit. Shpresoj se je mirë, se jeta jote ka ndryshuar për mirë dhe se po përdor atë që të dhash për të bërë diçka të bukur. Dua të them diçka që nuk pata guximin ta them në letrën e parë. Kur isha i ri, bëra një gabim të madh. Kisha një shok të ngushtë, një njeri që më besonte plotësisht. Dhe një ditë kur ai kishte nevojë për ndihmë, unë nuk isha atje. Isha shumë i rrallë, zënë me punën time, me paratë mia, me jetën time. Dhe ai vdiqi vetmuar, pa askënd pranë. Kam jetuar me atë faj për dekada, dhe kur rash vetë në atë gjendje, kuptova se çfarë kishte ndjer ai. Kuptova dhimbjen e të qenit i braktisur, i harruar nga bota. Por pastaj erdhe ti, dhe në ty pash një shans për t'u shpenguar. Pash një mundësi për të bërë atë që nuk pata bërë për mikun tim. Kjo është arsyeja pse të dhash gjithçka Arditi. Jo vetëm sepse më ndihmove, por sepse në ty pash një njeri që bën atë që është e drejtë, pavarësisht nga çmimi. Shpresoj se kjo nuk të bën të ndihesh keq. Shpresoj se e kupton se je një simbol për mua, një shenjë se mirësia ende ekziston, se dashuria ende triumfon dhe se Zoti nuk na ka harruar. Vazhdo të jesh ai që je Arditi. Vazhdo të ndihmosh, të duash, të jesh i mirë. Sepse njerëz si ti janë ata që e bëjnë këtë botë të vlefshme për t'u jetuar. Me dashuri dhe mirënjohje të përjetshme. Shpëtim. Arditi e lexoi letrën me lot që rrjedhnin pa u ndalur. Kuptoi tani thellësinë e asaj që shpëtimi kishte ndjer, dhimbjen dhe shpresën që kishte mbajtur në zemër. Dhe në atë moment, Arditi bëri një premtim të ri. Premtoi që do të vazhdonte të jetonte siç kishte jetuar, me mirësi, me dashuri, me një zemër të hapur për ata që kishin nevojë. 5 vjet kaluan. Shtëpia e Arditit u bë një qendër e njohur për ndihmë dhe shtrehim. Qindra njerëz kishin kaluar në përdyert e saj, dhe secili prej tyre kishte gjetur jo vetëm shtreh, por edhe shpresë. Arditi tani ishte bërë një njeri i respektuar në komunitet, por nuk e kishte humbur thjeshtësinë e tij. Vazhdonte të punonte me duart e tij, të gatonte për mysafirët, të dëgjonte historitë e tyre. Nëna e tij, Fatime, ishte aty ende, më e vjetër por ende plot jetë. Ajo i tregonte të gjithëve historinë e shpëtimit dhe Arditit, duke i kujtuar se mirësia nuk harrohet kurrë. Një ditë, një vajzë e re erdhi në shtëpi, duke kërkuar ndihmë. Ishte studente universitare që kishte humbur prindrit në një aksident dhe nuk kishte ku të shkonte. Arditi e priti ashtu siç kishte pritur të gjithë të tjerët. Por me kalimin e kohës, ai dhe vajza filluan të flisnin më shumë, të ndanin ëndrat dhe shpresat e tyre. Emri i saj ishte Elira dhe kishte një zemër po aq të butë sa Arditi. Kishte studiuar punë sociale dhe dëshironte të ndihmonte njerëzit që vunin. Pse po bën gjithë këtë? E pyeti ajo një ditë ndërsa ishin ulur në kokst. Arditi ja tregoi historinë e shpëtimit, nga fillimi deri në fund. Dhe Elira dëgjoi me lot në sy. Është historia më e bukur që kam dëgjuar ndonjëherë, tha ajo. Dhe tani e kuptoj, ti nuk po ndihmon vetëm njerëz, po ndihmon shpirtrat. Me kalimin e kohës, Arditi dhe Elira u afruan.
Ajo nuk u largua nga shtëpia kur gjeti punë. Në vend kësaj, mbeti dhe filloi të punonte së bashku me Arditin, duke ndihmuar mysafirët, duke organizuar aktivitete, duke mbledhur donacione. Dhe një ditë, Arditi e pyeti nëse donte të mbetej përgjithmonë. Ata u martuar në një ceremoni të thjeshtë, në oborin e shtëpisë së shpëtimit. Të pranishmit ishin njerëzit që kishin kaluar nëpër atë shtëpi. Njerëz që Arditi dhe Elira kishin ndihmuar, që tani kishin jetë të reja, që kur nuk do të harronin mirësinë që u ishte bërë. Vitet vazhduan të kalojnë. Arditi dhe Elira patën fëmijë, 2 djemë dhe një vajzë. Dhe ata i rritën me të njëjtat vlera që shpëtimi ja kishte mësuar Arditit. Mirësi, respekt dhe dashuri për njerëzit. Shtëpia u zgjerua. Me ndihmën e donatorëve dhe vullnetarëve u ndërtuan më shumë dhoma, një kuzhinë e madhe komunitare, një bibliotekë e vogël dhe një ambient lojrash për fëmijët e familjeve që vinin. Por edhe me të gjitha këto, shtëpia nuk humbi ngrohtësinë e saj. Ishte ende një vend ku njerëzit ndiheshin të mirë pritur, të dashur dhe të respektuar. Një ditë kur Arditi ishte tashmë në të 50-tat, një gazetar erdhi për të bërë një intervistë. "Çfarë do të thoshit është sekreti i suksesit tuaj?" pyeti gazetari. Arditi mendoi për një moment. Pastaj i buzëqeshi. "Nuk është sekret," tha ai. "Është thjesht një zgjedhje. Zgjedhja për të parë njerëzit, për të kujdesur për ta dhe për të besuar se çdo vepër e mirë kalon përpara." "Por ju keni bërë aq shumë," tha gazetari. "Keni ndihmuar qindra njerëz. Si e gjeni forcën?" "Forca nuk vjen nga unë. Vjen nga kujtimi i një njeriu të moshuar që më mësoi se kur ke pak dhe e ndan me dikë që ka më pak, Zoti e shikon dhe Zoti e shpërblen në mënyra që nuk i presim." Një ditë të papritur pas shumë vitesh, fëmijët e shpëtimit erdhën sërish në shtëpi. Ishin më të vjetër tani, me flokë gri dhe shprehje më të buta. Arditit nuk ju shfaq frika ose mëria. Thjesht i priti me respekt. Erdhën për të kërkuar falje, tha vajza që tani ishte një grua e moshuar. Ne bëm një gabim, nuk duhet ta braktisnim babain, dhe nuk duhet ishim armiqësor me ty." Arditi i shikoi me një shprehje të qetë. "E kuptoj," tha ai. "Njerëzit bëjnë gabime, por babai juaj ju ka falur, dhe unë gjithashtu." Ata ngritën syt me shpresë. "Vërtet?" "Po," tha Arditi. "Jeta është shumë e shkurtër për të mbajtur urrëtie. Babai juaj donte që unë t'ju ndihmoja nëse ndonjëherë do të kthehet, dhe nëse keni nevojë për ndihmë, dera ime është e hapur." Ata nuk kërkuan asgjë, vetëm erdhën për të parë se çfarë kishte bërë Arditi me trashëgiminë e babait të tyre. Dhe kur pan shtëpinë plot me njerëz të lumtur, me fëmijë që luanin, me të moshuar që qeshnin, ata filluan të qanin. "Ai do të ishte krenar," tha burri më i vjetër. "Babai jon do të ishte shumë krenar për ty." Dhe Arditi, duke kujtuar fytyrën e shpëtimit, buzëqeshi. "Shpresoj se është," tha ai. "Shpresoj se nga lart po shikon dhe është i lumtur." Një mbrëmje të qetë, kur të gjithë mysafirët ishin në dhoma dhe shtëpia ishte e qetë, Arditi u ul në oxhak, ashtu si kishte bërë me shpëtimin shumë vite më parë. Elira ul pranë tij, duke mbajtur dorën e tij. "Në çfarë mendon?" pyeti ajo me butësi. "Po mendoj pra të mbrëmje. Mbrëmjen kur e gjeta shpëtimin në rrugë. Nëse do të kisha kaluar pranë, si të gjithë të tjerët, jeta ime do të ishte plotësisht ndryshe. Por nuk kalove pranë, ndaleve, dhe kjo bëri gjithë ndryshimin." Arditi tundi kokën. "Ndonjëherë mendoj se Zoti e vuri atë në rrugën time për një arsye, jo vetëm për t'i ndihmuar atij, por për të më mësuar mua, për të më treguar se jeta nuk është për grumbullimin e pasurisë, është për të ndërtuar lidhje, për të ndihmuar, për të dashur. Dhe ti e ke bërë atë, çdo ditë, çdo moment. Ti je burri më i mirë që njoh." Arditi e puthi në ball. "Jam vetëm një njeri që përpiqet të bëj atë që është e drejtë, dhe shpresoj se fëmijët tanë do ta mësojnë të njëjtën gjë." Fëmijët e Arditit dhe Elirës, Aroni, Dritoni dhe Rina, u rritën duke parë dashurinë dhe mirësinë në veprim çdo ditë. Ata e dinin se shtëpia e tyre ishte e veçantë, se familja e tyre nuk ishte vetëm ata, por të gjithë ata që vinin për ndihmë. Aroni, djali më i madh,
Vendosi të studionte mjekësi që të kthehej dhe të ndihmonte njerëzit që vinin në shtëpi. Dritoni, djali i dytë, u bë arkitekt dhe filloi të dizenjonte zgjidhje banimi për njerëzit në nevojë. Dhe Rina, vajza e tyre, u bë mësuese dhe filloi të punonte me fëmijët që vinin në shtëpi, duke ju dhënë arsim dhe shpresë. Secili prej tyre kishte mësuar nga prindërit e tyre se pasuria e vërtet nuk ishte në para, por në zemër. Një ditë, kur Rina ishte 18 vjeç, i tha babait të saj: "Babi, kam një pyetje. Pse vazhdojmë të bëjmë këtë? Pse nuk jetojmë thjesht si familje normale?" Arditi e shikoi me dashuri. "Sepse ne jemi një familje normale, Rina. Vetëse kuptimi ynë i familjes është më i gjerë. Ne nuk jemi vetëm unë, nëna jote dhe ju tre. Ne jemi të gjitha ata që kanë nevojë për dashuri dhe mbështetje." "Por ndonjëherë është e vështirë," tha ajo. "Ndonjëherë dua vetëm kohë për ne." "E kuptoj," tha Arditi. "Dhe është në rregull të ndihesh kështu. Por kujtoje diçka. Dikur dikush më dha mua një shans kur nuk kisha asgjë. Dhe ajo ndryshoi gjithçka. Nëse ne mund të bëjmë të njëjtën gjë për dikë tjetër, atëherë kemi jetuar një jetë me kuptim." Rina e përqafoi. "E kuptoj, babi, edhe jam kremare për ty." 10 vjet pasi kishte filluar projektin, Arditi organizoi një ceremoni të veçantë. Ai ftoi të gjithë njerëzit që kishin kaluar në shtëpinë e tij gjatë viteve. Ata që tani kishin punë, familje, jetë të reja. Erdhën qindra njerëz, disa nga largësia, disa nga qytetet fqinje, dhe të gjithë kishin një gjë të përbashkët, një histori se si Arditi dhe shtëpia e tij kishin ndryshuar jetën e tyre. Një burr i ri u ngret për të folur. Emri i tij ishte Blendi dhe e kishte ardhur në shtëpi 5 vjet më parë, pa asnjë lek dhe pa asnjë shpresë. "Kur erdha këtu, po mendoja për të mbaruar jetën. Nuk ishte më kuptim. Por Arditi më priti, më dëgjoi dhe më dha një arsye për të besuar se gjërat mund të ndryshonin. Tani kam një punë, kam një familje dhe kam një jetë që kur nuk e imagjinova se mund ta kisha. Dhe e gjithë kjo fal këtij njeriu." Një pas një, njerëzit treguan historitë e tyre. Gra që kishin ikur nga dhuna, burra që ishin humbur gjithçka por kishin gjetur shpresë, fëmijë që tani ishin rritur dhe kishin karriera të suksesshme. Dhe Arditi qëndroi atje, duke dëgjuar, me lot në sy. Nuk kishte bërë këtë për lavdi, por të dëgjonte se si kishte prekur aq shumë jetë, e bëri të ndiej si gjëja më e vlefshme që kishte bërë ndonjëherë. Në fund të ceremonisë, Arditi u ngrit për të folur. "Ju faleminderit të gjithëve që erdhët, por dua t'ju them diçka. Unë nuk jam heroi i kësaj historie. Heroi vërtet është një njeri që shumica prej jush nuk e keni takuar kurrë. Një plak i moshuar që më mësoi se çfarë do thotë të jesh njeri." Ai tregoi historinë e shpëtimit nga fillimi deri në fund. Dhe kur mbaroi, të gjithë në sallë ishin në heshtje, me lot në sy. "Ai më dha gjithçka," tha Arditi, "por më e rëndësishmja që më dha ishte një mësim. Se kur ke zemër të mirë, Zoti të shikon. Se kur ndihmon dikë pa pritur asgjë në këmbim, universi gjen një mënyrë për të shpërblyer. Jo gjithmonë me para, jo gjithmonë me gjëra materiale, por me diçka shumë më të vlefshme, me kuptim, me dashuri, me lidhje njerëzore." Ai ngriti një gotë. "Për shpëtimin," tha ai, "njeriu që më mësoi se çfarë do të thotë të jesh vërtet njeri." Të gjithë ngritën gotat e tyre. "Për shpëtimin." Disa muaj pas ceremonisë, një makinë e zezë u ndal përpara shtëpisë së Arditit. Prej saj zbriti një burr i veshur me kostum elegant, me çantë lëkure në dorë. "Mirdita," tha ai kur Arditi hapi derën. "A jeni Arditi?" "Po, unë jam," tha Arditi me kureshtje. "Si mund t'ju ndihmoj?" Burri i ja shtriu gorën. "Emri im është Bujar Krasniqi. Jam avokat nga Zvicra. Kam diçka shumë të rëndësishme për t'ju thënë." Hynë në shtëpi dhe bujari nxori disa dokumente nga çanta. "Unë përfaqësoj një fondacion në Zvicër," tha ai. "Para disa vitesh, një klient i yni, një zonjë e moshuar shqiptare që jetonte atje, la një testament. Në të, ajo kishte dhënë udhëzime specifike se si duhet të shpërndaheshin paratë e saj pas vdekjes." Arditi dëgjante me vëmendje, pa kuptuar ende ku po shkonte kjo.
Zonja në fjalë, vazhdoi bujari, kishte dëgjuar për punën tuaj nëpërmjet një artikulli që ishte botuar në një gazetë shqiptare. Historia juaja kishte prekur thellë. Ajo kishte humbur vetë familjen dhe kishte jetuar e vetmuar. Dhe kur lexoi se si ju kishin ndihmuar një plak të panjohur dhe kishit krijuar një streh për njerëzit në nevojë, vendosi se dëshironte të ju linte një pjesë të konsiderueshme të pasurisë së saj. Arditi mbeti pa fjalë. Por pse? Unë nuk e kam njohur kur këtë grua. Sakt, por ajo ju njihte nëpërmjet veprave tuaja. Dhe në testament ajo shkroi: njerëz si Arditi janë ata që e bëjnë këtë botë më të mirë. Dua që paratë e mia të përdoren për të vazhduar punën që ai ka filluar. Bujari i ia dha Arditit dokumentet. Shuma ishte e pabesueshme. Mjaftueshëm për të zgjeruar shtëpinë edhe më shumë, për të krijuar programe arsimore, për të ndihmuar qindra familje të tjera. Arditi nuk mund të besonte. Kjo është shumë. Është ajo që keni merituar dhe ajo që bota ka nevojë. Zonja dëshironte të kishte vetëm një kusht, që ju të vazhdoni të bëni atë që keni bërë gjithmonë, të ndihmoni pa pritur asgjë në këmbim. Arditi ndjeu lotë duke i rënë. Për një moment nuk mundi të fliste. Pastaj, me një zë të thyer nga emocionet, tha: "Do ta nderoj këtë dhuratë", premtoi. Me fondet e reja, Arditi dhe Elira filluan të zgjerojnë projektin. Krijuan një qendër të re trajnimi profesional ku njerëzit mund të mësonin zanat, ndërtim, rrobaqepje, gatim, zejtari. Kjo u jepte atyre jo vetëm streh të përkohshme, por edhe aftësi që mund t'i përdorin për të ndërtuar një jetë të re. Krijuan gjithashtu një klinikë të vogël shëndetësore, ku Aroni, që tani kishte mbaruar studimet e mjekësisë, trajtonte pacient pa kosto. Dhe më e rëndësishmja, krijuan një program për fëmijët. Një shkollë të vogël ku fëmijët e familjeve që kalonin në shtëpi mund të studionin, të luanin dhe të ndëronin për një të ardhme më të mirë. Në mesin e gjithë kësaj, Arditi nuk harroi kurrë origjinën e gjithçkaje. Çdo vit, në ditëlindjen e vdekjes së shpëtimit, organizonte një ceremoni për kujtimi. Ftonte të gjithë ata që kishin kaluar në shtëpi dhe së bashku mbillnin pemë në kujtim të plakut që kishte filluar gjithçka. Çdo pemë që mbillim, thoshte Arditi, është një simbol i jetës që vazhdon, i dashurisë që kalon përpara, i shpresës që nuk vdes kurrë. Një mbrëmje, kur Aroni ishte kthyer nga spitali, u ul me babain e tij në veranda. "Babi", tha ai, "sot trajtova një plak që më kujtoi gjyshin shpëtim, sipas përshkrimit që na ke dhënë." Arditi e shikoi me kureshtje. "Çfarë kishte?" "Ishte sëmur keq, por kishte refuzuar trajtimin sepse nuk kishte para", tha Aroni. "I thash se nuk do të paguante asgjë dhe filloi të qante. Tha se kishte humbur besimin tek njerëzit, por tani po e gjente sërish." Arditi buzëqeshi me trishtim. "Kjo është arsyeja pse bëjmë atë që bëjmë birë, sepse bota është plot me njerëz që kanë humbur shpresën. Dhe ndonjëherë, një vepër e vogël mirësie është gjithçka që u duhet për ta gjetur përsëri." Aroni tundi kokën. "Por ndonjëherë ndihemi lodhur, babi, ka aq shumë vuajtje, aq shumë dhimbje. Si mund ta përballojmë të gjithën?" "Nuk mund ta përballojmë të gjithën, por mund të përballojmë atë që është përpara nesh. Një njeri në një kohë, një vepër e mirë në një kohë, dhe me kalimin e kohës, këto vepra shtrihen si valë, ndikojnë më shumë njerëz se sa imagjinojmë. Si vala që nisën nga gjyshi shpëtim", tha Aroni. "Sakt, ai nisi një valë që ende vazhdon, dhe do të vazhdoj edhe pasi ne të jemi larguar, sepse e kemi mësuar këtë tek ju, fëmijët tanë. Dhe ju do t'ua mësoni fëmijëve tuaj. Kështu ndërtohet një trashëgimi e vërtet." Por jo gjithçka ishte e lehtë. Një dimër, një stuhi e madhe bore goditi rajonin. Shumë familje mbetën pa shtëpi, pa ngrohje, pa ushqim. Dhe të gjithë filluan të vinin në shtëpinë e Arditit. Brenda pak ditësh, shtëpia ishte e mbushur përtej kapacitetit. Kishte njerëz të shtrirë në çdo dhomë, në korridore, madje edhe në bodrum. Ushqimi po mbaronte, druri për ngrohje po mbaronte, dhe Arditi nuk dinte se çfarë të bënte. Një mbrëmje, kur ishte ulur i shkatruar në kuzhinë, Elira erdhi dhe i ul pranë. "E di që është e vështirë", tha ajo, "por do t'ja dalim." "Si?" pyeti Arditi me dëshpërim. "Nuk kemi mjaftueshëm.
dhe nuk mund t'i kthej këta njerëz jashtë në të ftoftën. Elira e mori dorën e tij. Atëherë do të kërkojmë ndihmë. Do t'u themi njerëzve se çfarë po ndodh këtu. Do të shohësh, njerëzit do të përgjigjen. Dhe ajo kishte të drejtë. Elira shkroi në mediat sociale, thirri gazetarët, thirri ojojet lokale. Dhe brenda pak orësh lajmi u përhap. Njerëzit filluan të vinin me ushqim, me batanie, me dru zjarri, me para. Vullnetarë erdhën për t'u ndihmuar me gatimin, me pastrimin, me kujdesin për fëmijët. Dhe brenda pak ditësh, gjendja u stabilizua. Jo vetëm që mbijetuan, por krijuan një model të ri, një model bashkëpunimi, ku komuniteti vinte së bashku për t'u ndihmuar ata që kishin më shumë nevojë. Shikon, i tha Elira Arditit një mbrëmje, ndërsa shikonin njerëzit duke punuar së bashku. Kur ti jep me zemër, bota të kthen me shumë fish. Jo gjithmonë me njëherë, por gjithmonë. Arditi e përqafoi. Çfarë do të bëja pa ty? Do t'ishe ende njëri i mirë, tha Elira me një buzëqeshje. Por tani jemi një ekip, dhe ekipet janë gjithmonë më të forta. Me kalimin e viteve, fëmijët e Arditit u rritën dhe krijuan familjet e tyre, por asnjëri nuk u largua nga shtëpia. Në vend të kësaj, secili prej tyre gjeti një mënyrë për t'u kontribuar. Aroni hapi një klinik të plot mjekësore në shtëpi, ku trajtonte jo vetëm mysafirët, por edhe njerëzit e komunitetit përreth. Dritoni projektoi dhe ndërtoi shtëpiza të vogla në pronën përreth shtëpisë kryesore, një si banimi për familjet që kishin nevojë për një vend afatgjat derisa të ngjinin në këmbë. Rina krijoi një program arsimor të plot, ku fëmijët nuk merrnin vetëm edukim formal, por edhe mësime jete, këshillime psikologjike dhe mbështetje emocionale. Dhe kur Arditi shihte të gjithë këtë, zemra i mbushej me krenari dhe mirënjohje. Shpëtim, përshpëriste ai ndonjëherë duke shikuar drejt qiellit. Shiko çfarë ke krijuar. Një vepër e vogël mirësie u bë një lëvizje që ndikon në qindra jetë. Faleminderit që më dërgove në rrugën time atë mbrëmje. Faleminderit që më mësove se çfarë do të thotë të jesh vërtet njeri. Arditi ishte tani një njeri i moshuar, me flokë të bardhë dhe lëkurë të rrudhur. Por sytë e tij ende shkëlqenin me të njëjtën butësi dhe dashuri që kishin pasur gjithmonë. Një ditë dimri, ndërsa ecte nëpër rrugët e qytetit, pa një djalë të ri, të ulur në një qoshe, duke dridhur nga të ftohtit. Rrobat e tij ishin të grisura, fytyrën e kishte të zbet, dhe në sy ishte të njëjtën shprehje dorëzimi që Arditi e kishte parë në sytë e shpëtimit shumë vite më parë. Pa hezitim, Arditi u afrua. "Mirdita," tha ai me zë të butë. "A je mirë?" Djali e çoi kokën, i habitur. Jam mirë," tha ai, edhe pse ishte qartë që nuk ishte. "Çfarë të ka ndodhur?" pyeti Arditi, duke ulur pranë tij. Dhe djali filloi të tregonte një histori vuajtjeje, humbjeje dhe dëshpërimi. Një histori që Arditi e kishte dëgjuar shumë herë më parë, por që e prekte çdo herë me të njëjtën forcë. Kur djali mbaroi, Arditi buzëqeshi. "Eja me mua," tha ai. "Kam një vend ku mund të qëndrosh. Nuk është shumë, por është ngrohtë. Dhe do të kesh njerëz që do të kujdesen për ty." Djali e shikoi me mosbesim. "Pse po më ndihmon? Nuk më njeh." "Jo," tha Arditi. "Por dikush më ndihmua mua kur nuk ishte arsye për ta bërë. Dhe ajo mirësi ndryshoi gjithë jetën time. Tani është radha ime ta kaloj këtë përpara." Kështu, me këtë djalë të ri pranë tij, Arditi filloi të ecte drejt shtëpisë. Dhe ndërsa ecte, ndjeu një ngrohtësi në zemër. Jo nga jeta e tij e rehatshme, jo nga lavdia që kishte marrë, por nga diçka shumë e thellë. Ndjeu se cikli vazhdon, se mirësia nuk vdes kurrë, se ajo kalon nga gjenerat në gjenerat, nga zemër në zemër, duke ndryshuar botën në mënyra që askush nuk mund t'i parashikojë. Shumë vite më vonë, kur Arditi ndjej se koha e tij po afronte, shkroi një letër për fëmijët e tij. E vendosi në një zarf të vulosur dhe u ada atyre, duke u thënë se të hapnin vetëm pas vdekjes së tij. Kur ajo ditë erdhi, një ditë pranvere kur dielli shkëlqente dhe lulet ishin në lulëzim, fëmijët e tij e hapën zarfin dhe lexuan. "Fëmijët e mi të dashur, nëse po lexoni këtë, do të thotë se kam vazhduar udhëtimin tim. Mos u trishtoni shumë për mua. Kam jetuar një jetë të plot, të pasur me dashuri, me kuptim dhe me gëzim. Dua t'ju them diçka që kam mbajtur në zemër për vite. Kur isha në moshën tuaj,
Isha një njeri i thjesht, pa asgjë, punoje për të mbijetuar dhe shpesh nuk kisha mjaftueshëm as për veten. Por një mbrëmje takova një njeri të moshuar në rrugë, dhe vendimi që mora atë moment, vendimi për ta ndihmuar, ndryshoi gjithçka. Por ja e vërteta që nuk e kam thënë kurrë. Unë nuk e ndihmova shpëtimin sepse prisnja ndonjë shpërblim. E ndihmova sepse ishte gjë e drejtë për t'u bërë. Dhe gjithçka që erdhi pas, shtëpia, parat, mundësit, ishin bonuse që Zoti më dha, por që kurrë nuk i kërkova. Dua që ju të mësoni këtë. Bëni mirë jo për shpërblim, por sepse është e drejtë. Ndihmoni njerëzit jo sepse prisni diçka në këmbim, por sepse kjo është ajo që na bën njerëz. Kur ndihmoni dikë, mos mendoni për atë që mund të fitoni. Mendoni për atë që mund të jepni, sepse në dhënje është ku gjen lumturinë e vërtet. Kam parë që secili prej jush ka marrë këtë mësim në zemër. Harroni, ti shëron njerëzit çdo ditë me dashuri dhe përkushtim. Drejton, ti krijon shtëpi që japin shpresë dhe dinjitet. Rina, ti mëson fëmijët se çfarë do thotë të ëndërosh dhe të besosh. Jam aq krenar për ju. Dhe jam i sigurt se do të vazhdoni këtë trashëgimi, jo sepse unë ju kërkova, por sepse ju vetë dini se është e drejtë. Kujdesuni për njëri tjetrin. Kujdesuni për nënën tuaj, që ka qenë gur themel i kësaj familje. Dhe kujdesuni për të gjithë ata që vinë në derën tuaj duke kërkuar ndihmë. Ju dua më shumë se sa fjalët mund ta shprehin, dhe premtoj se nga lart do të jem gjithmonë me ju, duke ju udhëhequr, duke ju mbrojtur, duke ju bekuar. Me dashuri të pafund, babai juaj, Arditi. Sot shumë vite pas vdekjes së Arditit, shtëpia që dikur i përkiste shpëtimit ende qëndron, më e madhe, më e bukur, por me të njëjtin shpirt. Qindra njerëz kanë kaluar në përdyert e saj dhe secili ka një histori se si ajo shtëpi ndryshoi jetën e tyre. Fëmijët e Arditit dhe tani edhe niprit e tij vazhdojnë punën që ai filloi. Çdo ditë dyer hapen për dikë që ka nevojë. Çdo ditë një vepër mirësie kryet. Çdo ditë trashëgimia e shpëtimit dhe Arditit jeton. Në oborin e shtëpisë ka një monument të vogël, një gur i thjesht me një pllak bronzi. Mbi të shkruan: Në kujtim të shpëtimit dhe Arditit, dy njerëz që mësuan botën se mirësia nuk vdes kurrë. Ajo kalon përpara nga zemër në zemër, duke ndryshuar jetë dhe ndërtuar shpresë. Dhe nën atë monument çdo vit mbillen lule të reja. Lule që përfaqësojnë jetët që kanë prekur, dashurinë që kanë dhënë dhe shpresën që kanë lënë pas. Kjo histori nuk është vetëm për shpëtimin dhe Arditin. Është për secilin prej nesh. Çdo ditë kalojmë pra njerëzve që kanë nevojë, të pastrehë në rrugë, fëmijë që janë uritur, të moshuar që janë të vetmuar, njerëz që thjesht kanë nevojë për një fjalë të mirë. Dhe çdo ditë kemi një zgjedhje: të kalojmë pranë ose të ndalojmë. Historia e Arditit na mëson se kur zgjedhim të ndalojmë, kur zgjedhim të ndihmojmë, kur zgjedhim të duam, ndryshojmë jo vetëm jetën e dikujt tjetër, por edhe tonën. Mirësia nuk është diçka që bëjmë për shpërblim, është diçka që bëjmë sepse jemi njerëz. Dhe kur e bëjmë me zemër të pastër, universi gjen një mënyrë për të na bekuar. Jo gjithmonë me para, jo gjithmonë me gjëra materiale, por me diçka shumë më të vlefshme. Me kuptim, me dashuri, me lidhje që zgjasin një jetë. Kështu që pyetja është: çfarë do të bësh ti? Kur sheh dikën në nevojë, a do të kalosh pranë apo do të ndalosh? Sepse në atë moment ti nuk je duke ndihmuar vetëm dikë tjetër. Je duke ndihmuar veten, je duke bërë botën një vend më të mirë. Je duke krijuar një trashëgimi që do të zgjon pas teje. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, dikush do të tregoj historinë tënde një ditë, historinë e një njeriu që ndaloi, që ndihmoi, që dha dashuri kur nuk kishte arsye për ta bërë. Sepse kjo është ajo që na bën njerëz të vërtetë. Kjo është ajo që na bën të pavdekshëm. Në një botë që shpesh duket e ftohtë dhe vështirë, ku njerëzit janë të zënë me problemet e tyre dhe ku mirësia shpesh harrohet, ekzistojnë ende njerëz si Shpëtimi dhe Arditi. Njerëz që besojnë se një vepër e mirë nuk harrohet kurrë. Njerëz që besojnë se Zoti shikon zemrat, jo gjepat.
Njerëz që besojnë se jeta nuk matet me atë që kemi, por me atë që japim. Dhe nëse secili prej nesh do të bënte vetëm një vepër të mirë në ditë, një buzëqeshje, një ndihmë, një fjalë inkurajimi, bota do të ishte një vend shumë më i mirë. Kështu që sonte, para se të flesh, pyet veten, çfarë mirësie bëra sot? Dhe çfarë mirësie do të bëj nesër? Sepse në fund të ditës, kjo është gjithçka që mbetet. Jo paratë që kemi fituar, jo titulli që kemi pasur, jo shtëpia që kemi jetuar. Por mirësia që kemi dhënë, dashuria që kemi ndarë, dhe njerëzit që kemi prekur, kjo është trashëgimia e vërtet. Kjo është gjëja që bën që jeta të ketë kuptim. Kjo është gjëja që na bën të pavdekshëm. Kjo histori është një kujtesë se çdo njeri ka fuqi për të ndryshuar botën. Nuk ka nevojë të jemi të pasur, të famshëm ose të fuqishëm. Na duhet vetëm një zemër e mirë dhe guximi për të vepruar kur të tjerët kalojnë pranë. Mirësia nuk është një akt heroik. Është një zgjedhje e thjeshtë që bëjmë çdo ditë. Dhe kur e bëjmë atë zgjedhje, ndryshojmë gjithçka. Zoti të bekoft të gjithë ata që zgjedhin mirësinë, dhe u bekoft të gjithë atyre që kanë nevojë për të.